sot jesh përgjigj përfaqësuesja jonë, ftesës se zotit Dehari, time kadria nënkryetare Aleancës ka qenë. Deri tani ju kem përgjigj çdo ftesë kësaj natyre. Besoj antarmen tim jana përfaqëson edhe është në rregull që të konsultohemi. Ndja keq që s'po ka mirëkuptim edhe nga VV, që mu gjetë një mënyrë me kalu prej kësaj situate, pra ne jemi të interesuar që të zgjedhet kryetari i kuvendit, nën kryetar të konstituohet kuvendi. Po ai nuk doshë me arrim një marrëveshje politike me ta çush po thojnë për me votuar Bulena Haxhiun. Po deri tani betejë politike nuk është zhvilluar asnjëherë për kryetarin e kuvendit edhe konstituimin e kuvendit, që dini betejë fillon me konstituimin e kuvendit për qeverinë. Qëndrimet tona, saj përket qeverisë që i dini, jemi për qeverinë e opozitës, saj përket konstituimit kuvendit, jemi të interesuar, pra përsëris edhe njëherë, ashtu si kemi qenë të interesuar që të kalohet edhe ajo blokada me votën për prezencën, ose raportin për prezencën, jemi të interesuar të kalohet edhe kjo. Me Bulena Haxhiun, me votuar Bulena Haxhiun. Nëse vetë vendosjes zgjidhje tjetër, ta shohim si do të heqim matutje, po megjithatë mendoj se do të ishte në interes të tyre që të propozojnë ndonjë kandidaturë unifikuese edhe të kalon ky bllokim. E nëse nuk tërhiqen, e propozojnë të seancë njëjtë. Po tani ne jemi të interesuar që të konsultohemi si opozitë. Pra si të ecim përpara, nuk është një gjendje e mirë me mbajt kështu Kosovën. Kuptohet, mujt me diskutu kush e ka përgjithësinë, kush e ka fajin, të gjitha faj vjen mbi atë që s'ka shumicë. Pra se ka shumicën, si ka votat, edhe nuk jep ndonjë opcion bashkëpunimi. Pra bashkëpunimi nuk është vetëm bën si të them unë, nëse ju duhen votat tona, atëherë duhet me bashkëpunu. Nëse të premton sërish si kryetari i Bulena Haxhiut, a do ta votoni ajo të premton? Nuk e di përveç, nuk e di. Ne qëndrimin e kemi rreth saj, mbetet jo, po është një situatë jo e mirë dhe na duhet me pasim me vepru matutje. Zotëra Radinaj, nëse vendosi ka shumicën dhe ju besoni kështu, se votoni kryetarin e kuvendit që po e propozon, të ty në afatet të jetë se kushtetuese për formim të qeverisë. Në princip, ajo ka qenë logjika, zonja Haxhiu nuk është një kandidaturë unifikuese, vetëm aty është pa dallimi. Po logjika jonë ka qenë mos më ndalë të kryetari i kuvendit ose qëllimi ynë, po kandidatura është jo unifikuese dhe ajo po na pengon. Ju I keni propozuar dy emra, por nëse propozohet e zëm Fatmir Limaj, e votoni? Nuk besoj që merr votën e Aleancës. Zotja Radinaj, po një të abordon me opozitës që më të votuat, profesori i kuvendit dhe të shkollës gjithë. Zgjedhjet e duke përmend vazhdimisht, edhe a është kjo cilja? Ja, kjo ideja me kurzu votën, se nëse s'na votoni ju qojmë zgjedhje, edhe për me shku zgjedhje duhet të akordimi opozitës. Pas mu shpërba kuvendi pa votën e opozitës. Pas si ka me dërgue dikush Kosovën zgjedhje që ka vetëm 57 vota. Pas ka ma shumë fuqi se atë. Kjo është një farë ashtu, pra ta që e blenë këtë blaf e përdorin. Por unë jam interesuar, ju dini edhe për blokatën e parë, kom bajt një qëndrim bukur insistues që të gjinet formula mos me ndalë konstituimi i kuvendit, jam interesuar me u konstituu kuvendit edhe kësaj here, pra edhe me kryetarin nën kryetar, nuk po dëshirojmë me nda nga, ose nuk dëshirojmë me nda nga opozita, por nuk është një situatë e mirë, ne do ta gjejmë një dalje nga kjo gjendje.